Nxënësit e klasave të nënta në të gjitha shkollat 9 vjeçare të Korçës testuan njohuritë e tyre në drejtshkrim, gramatik dhe lexim në kuadër të Olimpiadës Mbarkombëtare të Gjuhës Shqipe. Ky kompeticion i organizuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës synon të nxjisë dashurinë për gjuhën amtare dhe të promovojë vlerat e saj kombëtare. Është e rëndësishme të zhvillojnë këto olimpiada në shkollë, sepse i motivojnë nxënësit për rezultatet e tyre, për arritjet e tyre, shkathtësitë, shprehjet e tyre. Në të njëjtën kohë, nxënësit jo vetëm hasen me problemet, por mësojnë që dhe t'i zgjidhin ata. Pra kjo është shumë e rëndësishme që nxënësit të vijnë në pozita pune. Ata janë në pozita pune sepse ne kemi përpara dhe konkursin e gjuhës shqipe, kemi përgatitur që ata do të japin në provimet e tyre të lirimit, por kjo i forcon më shumë, në të njëjtën kohë forcon edhe bashkëpunimin që ata kanë me njëri tjetrin. Olimpiadat në shkollë janë shumë të rëndësishme sepse i motivojnë nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe talentet e tyre, si dhe të konkurojnë në mënyrë të shëndetshme. Synimi i olimpiadës është të thellojnë dashurinë për gjuhën shqipe e nëpërmjet saj edhe dashurinë për kombin, ndërsa qëllimi i kësaj olimpiade është të promovojë krijimtarinë, e cila lidhet me aftësitë e analizës dhe mendimit kritik, si dhe për përdorimin e njohurive dhe shkatësive gjuhësore. Ndërkohë vetë nxënësit e përshkruan Olimpiadën si një sfidë me nivel mesatar vështirësie, duke theksuar përgatitjet që kishin bërë për të dhënë më të mirën e tyre. Ne kemi bërë ushqime të ndryshme me mësuesen e gjuhës, na kanë ndihmuar të jemi përgatitur fort për Olimpiadën dhe mendoj se kemi dalë mirë, ishin ushtrime që ishin të përgatitur. Olimpiada mendoj se ishte një niveli mesatar, ku të gjithë mund të merrnin pjesë, dhe këto lloje olimpiadash janë një ndihmë për provimet e fundvitit. Gjatë gjithë kësaj kohe ne jemi përgatitur me mësuesen duke punuar teste të ndryshme, por gjithashtu edhe me grupin e punës, me nxënësit. Unë gjithashtu kam punuar duke hedhur në grupi i punës kuice të ndryshme, teste, ku kemi testuar veten tonë, dhe jemi përgatitur për këtë ditë. Olimpiada e përbashkët Shqipëri-Kosovë synon jo vetëm të zbulojë talentet në gjuhën shqipe, por edhe të forcojë lidhjet arsimore mes dy vendeve, duke vënë gjuhën amtare në qendër të identitetit dhe kulturës son kombëtare.